Vuani nga aroma e keqe e gojës në mëngjes. Ja 6 mënyra si ta largoni. Shumica prej nesh kur zgjohen në mëngjes kanë aromë të keqe të gojës, siç rezulton janë disa zakone tuaja të përditshme që e shkaktojnë atë. Në këtë video do ju tregojmë çfarë shkakton aromën e keqe të gojës dhe mënyra se si ta largoni. Stomatologu juaj me siguri ju ka paralajmëruar se nëse nuk i lani si duhet dhëmbët, goja juaj mund të mbajë erë. Por nuk është vetëm kjo, ka shumë gjëra që shkaktojnë aromën e keqe, siç janë higjiena e dobët orale. Goja e thatë mund të jetë një arsye e erës së keqe të gojës, prandaj duhet të flini me gojën mbyllur dhe të konsumoni gjithmonë ujë gjatë ditës. Ushqimet e caktuara si qepa dhe hudhra mund të shkaktojnë erë të keqe të gojës. Kushte shëndetësore siç është refluksi i acidit gjithashtu mund të jetë një arsye. Për të larguar erën e keqe të gojës, duhet të lani dhëmbët çdo ditë, gjithashtu të pastroni dhe gjuhën. Të evitoni gjithashtu gjumin me gojën hapur, të përdorni pak vaj, siç mund të jetë gjithashtu edhe ai i rozmarinës. Të trajtoni me kujdes pirjen e kafes dhe të lani gjuhën vazhdimisht për të evituar kështu erën e keqe të gojës.